Mirë ka përfunduar takimi me aleatët i zotit Berisha, por që ka sjell kritika dhe padyshim reagime nga aleatët në këtë tryezë. Duket se turi që ka nisur ish deputeti Elvin Saliani ka ngjallur përplasje edhe më të mëdha në PD dhe brenda tyre dhe me aleatët. Konkretisht, cilët kanë qenë në këtë tryezë kërkesat e aleatëve në takimin me zotin Berisha. Kemi raportimin e kolegës Daniela Maluku, e cila e ka ndjekur të plot këtë tryezë. Përshëndetje Daniela. Të përshëndes, Sali Berisha thirri për herë të parë që pas humbjes së zgjedhjeve të 11 majit, partitë aleate në një takim. Tashmë me një sfidë të re në fakt në Ertil, që është pikërisht reforma zgjedhore dhe reforma territoriale që opozita do të marrë pjesë dhe po themi do duhet që të jetë sfida e radhës politike e tyre. Në këto momente sapo është mbyllur edhe takimi i zotit Berisha me aleatët, teksa po përshëndetet edhe me aleatët e tij. Po. Dhe është në fakt takimi i parë, sikurse po theksoja, që pas humbjes zgjedhjeve të 11 majit me një sfidë të re që është reforma zgjedhore dhe reforma territoriale, ku demokratët janë ulur tashmë në tryezën e komisioneve të posaçme të ngritura për këto dy çështje dhe për këto dy reforma të rëndësishme, për të diskutuar për një kod të ri elektoral. Megjithatë, teksa zoti Berisha u tha aleatëve të tij se kodi i ri elektoral nuk do të shkruhet pa mendimin e tyre, pra do të merren parasysh mendimet e aleatëve për të patur një dakordsi në propozimet që demokratët do të bëjnë në komisionet e posaçme të ngritura për reformën zgjedhore dhe për reformën territoriale. Nga ana tjetër, ceku edhe arsyet pse sipas tij në një farë forme janë humbur zgjedhjet e 11 majit dhe duke renditur të gjitha arsyet që kishte renditur edhe më herët, qoftë përpara strukturave drejtuese të Partisë Demokratike, por qoftë edhe me turin e nisur me demokratët, se zgjedhjet u vodhën dhe në një farë forme ka ndikuar krimi organizuar e të tjerë. Megjithatë, Berisha u përball edhe me kritika. Një ndër to ishte zoti Nart Ndoka, i cili i kërkoi që në këto ture që zoti Berisha ka nisur me demokratët për të sqaruar rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, të thotë të vërtetën lidhur me kontributin që kanë patur aleatët në zgjedhje. Pasi sipas zotit Ndoka, aleatët po shigjetohen si kontribues në humbje, pra si arsye më tepër pse Partia Demokratike humbi dhe nuk pati një rezultat të mirë në zgjedhjet e 11 majit. Dhe sipas tij, aleatët është detyrë e Partisë Demokratike, pra që ti sqarojë antarët e saj se nuk ishte përgjegjësia e aleatëve dhe humbja e 11 majit, duke kujtuar rezultatet që kanë patur në zgjedhjet e shkuara aleatët tradicional të Partisë Demokratike. Zoti Ndoka në Ertil kujtoi që në zgjedhjet e shkuara ish Lëvizja Socialiste për Integrim ka arritur që të mbledh 100.000 vota, apo vetë PDK e tij ka mbledhur në zgjedhjet e shkuara 50.000 vota, pra në zgjedhjet jo në zgjedhjen 11 majit, por në zgjedhjet kur kanë kandiduar, po themi, me logot e tyre. Duke hedhur poshtë, po themi, tezën se aleatët nuk kanë dhënë kontributin e duhur në zgjedhjet e 11 majit, apo duke rrëzuar pretendimin e Partisë Demokratike apo eksponentëve të Partisë Demokratike që kanë artikuluar. Ishte mungesa e zotit Mediu, e zotit Blushi, apo edhe e zotit Duka, që këto vitet e fundit janë parti tradicionale në krahun e opozitës, në krahun e zotit Berisha. Pse mungesa e tyre sot? Për ta përfunduar fjalin dhe argumentin që kisha, një tjetër kritik u dha edhe nga Adriatik Alimadhi, i cili tha se Partia Demokratike apo figurat kryesore të saj mbyllin telefonin kur aleatët nuk u duhet, ndërsa për të kthyer tek mungesat në këtë takim në Ertil u vure mungesa e aleatëve kryesor të Partisë Demokratike. Qoftë zoti Mediu, i cili në fakt nuk mungon për shkak se nuk ka dashur të jetë pjesë e këtij takimi, por për shkak të një agjende që ka jashtë vendit, ndërsa nga ana tjetër ra në sy mungesa Agron Dukës, ku i fundit
nuk i ka kursyer në fakt shpeshherë edhe kritikat ndaj asaj që bëri opozita në zgjedhjet 11 majit, pa mjaftueshmërinë e hapave dhe e mbledhjes së forcave nga ana e opozitës për t'i bërë ballë mazhorancës socialiste në zgjedhje, ndërsa mungoi po ashtu edhe Vangjel Dule, mungoi edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë zoti Tedi Blushi, i cili zgjodhi që të përfaqësohej me deputetën e Partisë së Lirisë zonjën Brunilda Haxhiu. Duket në fakt kjo ndërtirë si një braktisje nga ana e aleatëve tashmë e zotit Berisha, për shkak se vetë këto figura kryesore, pra drejtuesit kryesor të aleatëve, të partive aleate, të cilët kanë marrë jo pak por 8 mandate të sigurta nga koalicioni me Partinë Demokratike, këtë herë me marrjen e mandateve dhe vendeve të tyre në karrigen e deputetit, duket se nuk u intereson mbase edhe që t'jenë pjesë e takimeve dhe një analize të mirëfillt se çfarë nuk shkoi në zgjedhjet e 11 majit dhe çfarë duhet bëhet tashmë me reformën zgjedhore në mënyrë që këto parti të vogla mbase edhe të favorizohen, duke qenë se kanë qenë kritikueset kryesore të kodit aktual zgjedhor. Falenderoj Daniela për të gjitha këto informacione që na përcollen në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ne do të qëndrojmë fakt në zhvillimet politike edhe në këto çaste pasi Ervin Saliani